Aktivisti Ron Gjinovci thot se Kosova po vëshohet nga diaspora si asnjëherë më parë dhe se këtë e ka të konfirmuar përmes një shkrimi në Facebook. Ai shkruan se rreth 250 avion me nga 200 ulse mesatarisht, Kosovë po vëshohet nga diaspora si asnjëherë më parë. E konfirmuar me kjo, e kom të konfirmuar që numri i aeroplanëve që po vinë në Kosovë këto ditë u rrit tepër shumë, rreth 250 avion me nga 200 ulse mesatarisht secili, full të shitura biletat, veç në javën para dhe pas ditës së zgjedhjeve. Miq, kjo do më thënë minimumi 50.000 veta kanë me ardhë veç përmes ajrit në Kosovë për zgjedhje, shkruan Gjinovci. Tutja i shton, opozita zotin e lash shnosh, thot ai ndër të tjera. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka dalë me një njoftim të rëndësishëm për mërgjimtarët të cilët tashmë janë në syrë Kosovës për festat e fundvitit. Përmes një njoftimi përmendjet, kjo ministri ka bërë të ditur se nesër më 24 dhjetor 2025 do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit rrugor në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlis të Serbisë nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Gjithashtu, sipas paralajmërimeve të tanishme, bllokim të qarkullimit do të ketë edhe në datat 27 dhjetor 2025, ku bllokimi i qarkullimit do të jetë prej orës 11:52 deri në orën 18:52 dhe në 3 janar 2026, ku bllokimi do të zgjasë nga ora 9 deri në orën 24, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. Në vim, postimi i plot. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se nesër më 24 dhjetor 2025 do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit rrugor në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlis, Serbi, nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Gjithashtu, sipas paralajmërimeve të tanishme, bllokim të qarkullimit do të ketë edhe në datat 27 dhjetor 2025, ku bllokimi i qarkullimit do të jetë prej orës 11:52 deri në orën 18:52 më 3 janar 2026, ku bllokimi do të zgjasë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 24. Qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kanë planifikuar udhëtimin drejt vendlindjes apo tranzit nëpër këtë segment rrugor, këshillohen që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre me qëllim të shmanges së pritjeve, vonesave apo pengesave eventuale në qarkullim, të shfrytëzojnë rrugë alternative. Për informacione shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë qendrën për menaxhim të krizave konsullore